Në spektaklet televizive të formatit reality, kufiri mes reales dhe performancës shpesh bëhet i paqartë. Një situatë e tillë u reflektua edhe në përplasjen mes Olës dhe moderatores Arbana Osmani gjatë transmetimit live të Ferma VIP. Ky moment, i mbushur me emocione të forta dhe deklarata të drejtë, u kthye menjëherë në një nga episodet më të komentuara në publik dhe në media. E prekur emocionalisht dhe nën presionin e situatës, Ola shpërtheu në një reagim të fortë verbal. Ajo i kujtoi moderatores premtimin për të sjellë diçka ndryshe nga formatet e tjera si Big Brother, duke nënvizuar se në vend të kësaj, situata po i ngjante një skenari të njohur konfliktual. Ndër të tjera, ajo ngriti shqetësimin për mënyrën si po trajtohej, duke pretenduar se ishte etiketuar dhe se po mbaheshin anë të caktuara brenda spektaklit. Kjo e bëri reagimin e saj jo vetëm emocional, por edhe akuzues ndaj mënyrës së drejtimit të emisionit. Deklaratat e saj u bën edhe më të forta kur ajo përdori krahasime me ngjarje dhe figura publike, duke përmendur raste të njohura nga politika dhe media. Këto referenca, megjithse të papritura për një spektakël argëtues, treguan se sa e ngarkuar emocionalisht ishte situata dhe sa e madhe ishte dëshira e saj për të dëgjuar. Fjalët e saj, "s'keni parë gjë akoma", krijuan një klim tensioni dhe pritshmërie, duke e bërë momentin edhe më dramatik. Nga ana tjetër, roli i moderatores me këtë situatë ishte i vështirë dhe delikat. Arbana Osmani, si figurë qendrore e spektaklit, duhej të ruante balancën mes menaxhimit të situatës dhe respektimit të dinamikës së lojës. Ndërhyrjet e saj dhe përpjekja për të ruajtur qetësinë treguan kompleksitetin e drejtimit të një emisioni live, ku çdo reagim duhet të jetë i matur dhe i menjëhershëm. Ky episod nxori në pah edhe një element tjetër të rëndësishëm, ndikimin e madh të publikut dhe mediave. Brenda pak minutash, përplasja u shpërnda në rrjetet sociale dhe u interpretua në mënyra të ndryshme. Disa e panë si një reagim të sinqert dhe të justifikuar, ndërsa të tjerë e konsideruan si mungesë respekti dhe tejkalim të kufive të etikës publike. Në thelb, kjo përplasje nuk ishte thjesht një debat mes dy personash, por një reflektim i tensioneve që krijohen në një ambient të mbyllur, nën vëzhgim të vazhdueshëm dhe presion publik. Ajo tregon se si emocionet, perceptimet dhe pritshmëritë mund të përplasen në mënyrë të papritur, duke krijuar momente që tejkalojnë vetë spektaklin dhe bëhen pjesë e diskutimit shoqëror. Në përfundim, rasti i përplasjes mes Olës dhe Arbanës mbetet një shembull i fuqishëm i dinamikave të televizionit modern. Ai na kujton se pas çdo formati argëtues qëndrojnë njerëz real me emocione reale dhe se mënyra si këto emocione shprehen në publik ka ndikim të drejtë në mënyrën si perceptohet e gjithë ngjarja. Në një botë ku çdo moment mund të bëhet viral, përgjegjësia për komunikim dhe vetë kontroll mbetet më e rëndësishme se kurrë.